Aleatët e Izraelit në mbar botën po përpiqen me dëshpërim të ndihmojnë Tel Avivin të rivendosë një narrativ bindëse, jo vetëm sa i përket gjenocidit në Gaza, por gjithë trashëgimisë së kolonializmit izraelit në Palestinë dhe lindjen e mesme. Historia e përsosur e vogël e ndërtuar mbi mite dhe falsifikime të hapura. Ajo e një kombi të vogël që lufton për mbijetesë mes hordhive të arabëve dhe muslimanëve, po shembet me shpejtësi. Ishte një gënjeshtër që nga fillimi, por gjenocidi në Gaza e ka bërë atë të pambrojtshme në mënyrë absolute, shkruan gazetari palestinez Ramzi Baroud. Detajet ronditëse të genocidit izraelit në Gaza kanë qenë më shumë se të mjaftueshme që njerëzit në mbar botën të vënë seriozisht në dyshim narrativën sioniste, veçanërisht rrëfimin racist perëndimor të vilës në xhungël, që përdori Izraeli për të përshkruar ekzistencën e tij mes një popullsie të kolonizuar. Jo vetëm njerëzit në mbar globin, por edhe amerikanët janë kthyer kundër Izraelit. Ajo që filloi si një prirje shqetësuese nga këndvështrimi izraelit, sigurisht tani është realiteti pa kundërshtueshëm. Sondazhet kombëtare tregojnë se mbështetja për palestinezët mes të rriturve amerikan është rritur me 33%, që tani thonë se simpatizojnë më shumë me palestinezët, lezimi më i lartë deri tani dhe një rritje prej 6 pikësh nga viti i kaluar. Edhe shumica dikur palëkundur pro-izraelite mes republikanëve po zbutet në favor të palestinezëve, me 35% republikanëve që favorizojnë një shtet palestinez pavarur, një rritje domethënëse nga 27% në vitin 2024, duke treguar një ndryshim të qartë brenda një pjese të bazës republikane. Qeveria izraelite tani po lufton me çdo burim në dispozicion për të dominuar luftën e informacionit. Ajo është fokusuar në injektimin e gënjeshtrave izraelite të llogaritura në diskurs dhe në bllokimin agresiv të pikpamjes palestineze. Raportimet e fundit për një fushatë izraelite për të fituar rrjete sociale, duke i dhënë miliona dollar influencuesve në TikTok dhe platforma të tjera sociale, janë vetëm një pjesë e një fushate masive dhe të koordinuar. Lufta është shumë planëshe. Më 4 nëntor, raportet e lajmeve zbuluan se bashkëthemeluesi i Wikipedias, Jimmy Wales, ndërhyri personalisht për të bllokuar qasjen e redaktimit të faqe dedikuar gjenocidit në Gaza. Ai pretendoi se faqja nuk i plotësonte standardet e larta të kompanisë dhe ka nevojë për vëmendje të menjëhershme. Sipas Wales, ajo faqe specifike kërkon një qasje neutrale, që në praktik do thotë se kërkohet cenzurë hapur për të penguar që gjenocidi të përshkruhet sakt si shkatrimi i qëllimshëm dhe sistematik i popullit palestinez që po vazhdon. Izraeli ka qenë prej kohësh i fiksuar me kontrollimin e narrativës në Wikipedia, një strategji që i paraprin gjenocidit aktual në Gaza. Raportimet që datojnë që prej vitit 2010 konfirmojnë se grupe izraelite kanë krijuar kurse të veçanta trajnimi në redaktim sionist për redaktorët e Wikipedias me qëllimin e qartë të injektimit përmbajtjes në përputhje me shtetin dhe formësimit të termave historike dhe politike kyçe. Fushata e cenzurës kundër palestinezëve dhe zërave pro-palestinez është po aq e vjetër sa vetë media. Që nga fillimi, mediat kryesore në perëndim kanë qenë të strukturuara në përputhje me agjendat korporative që janë natyrshëm të lidhura me paranë dhe pushtetin. Kështu, dominimi i pikpamjes izraelite dhe zhdukje pothuajse e plot e perspektivës palestineze. Megjithatë, vite më parë, Izraeli filloi të kuptonte rrezikun ekzistencial të mediave digjitale, veçanërisht hapësirave të hapura në rrjetet sociale, që u lejuan individëve të zakonshëm të bëhen krijues të pavarur përmbajtjeje. Cenzura, megjithatë, mori një kthes të shëmtuar dhe të përhapur gjatë gjenocidit, ku edhe përdorimi i fjalëve si Gaza, Palestinë, LRM, gjenocid, çonte në bllokime të fshehta ose mbyllje të llogarive. Në fakt, kohët e fundit, platforma YouTube, e njohur më parë për më pak cenzurim të zërave pro-palestinez sesa Meta, mbylli llogaritë e 3 organizatave kryesore palestineze për drejtat e njerëzit, duke fshirë më shumë se 700 video me pamje thelbësore që dokumentonin shkeljet izraelite të drejtës ndërkombëtare. Fatkeqësisht, edhe pse jo çuditërisht, asnjë platformë kryesore e mediave sociale nuk është e pafajshme për cenzurimin e çdo kritike ndaj Izraelit. Kështu bëhet praktike e përditshme për referenca ndaj Palestinës, gjenocidit në Gaza dhe të ngjashmëve, të shkruan në gjuhë të koduar, ku për shembull flamuri palestinez zëvendësohet nga imazhi një shalqini.
Shumë aktivistë pro-Palestinë tani po nxjerrin në pah bashkëfaqësinë e drejtë për drejtë të mediave perëndimore, veçanërisht në Britani, në përpjekjen për të larë akuzat e përdhunimit nga ushtarët izraelit. Në vend që të përdorin fjalën e qartë përdhunim, mediat kryesore i referon episodeve të tmerrshme të Sdet Tejman thjesht si abuzime. Ndërkohë që politikanët izraelit dhe kriminalë të tjerë lufte po festojnë hapur të ashtu quajturat abuzime dhe përdhunuesit si heroj kombëtar, mediat kryesore britanike dhe franceze ende refuzojnë të pranojnë se tortura, përdhunimi dhe keqtrajtimi palestinezëve është pjesë e një agjende të centralizuar, sistematike e jo thjesht abuzime individuale. Krahasoni këtë me mbulimin e bujshëm të përhapur kudo të ashtu quajturave përdhunime masive të supozuara nga palestinezët në jug të Izraelit më 7 tetor, pavarësisht faktit se asnjë hetim i pavarur nuk u krye dhe se pretendimet u bën nga ushtria izraelite pa prova të besueshme. Kjo nuk është thjesht anshmëri e zakonshme dhe hipokrizi, por bashkëfaqësi e drejtë për drejtë, siç u shpreh në deklaratën përfundimtare të Tribunalit për Gazën më 26 tetor 2025. Juria gjen një sër aktorësh jo kombëtar si bashkëfajtor në gjenocid, thuaj në vendim, duke përfshirë raportimin mediatik të një anshëm në perëndim mbi Palestinën dhe mos raportimin e krimeve izraelite. Llogaritja përfundimtare zhvillohet në fushën e luftës së informacionit. Muajt dhe vitet që vijnë shënojnë betejën më kritike për të vërtetën në historinë e konfliktit. Izraeli duke u mbështetur te cenzura, friksimi dhe konsensusi fabrikuar, do të përdorë çdo metodë për të siguruar një fitore. Për palestinezët dhe të gjithë ata që mbrojnë drejtësinë, kjo betejë për historinë është po aq vendimtare sa vetë gjenocidi. Izraeli nuk duhet t'i lejohet të pastrojë imazhin e tij, sepse mbulimi i gjenocidit garanton përsëritjen e tij, shkruan më tej gazetari Remzi Baruud.